Përshëndetje të dashur miq të horoskopit, mirë se erdhët në kanalin ton, aty ku astrologjia takohet me energjinë pozitive dhe shpresën për një të ardhme më të mirë. Sot do të zbulojmë së bashku horoskopin vjetor 2026 për të gjitha shenjat e zodiakut, me detaje për dashurinë, punën, paratë, shëndetin, fatin, si edhe rituale speciale për çdo shenjë. Nëse beson të energjitë e universit dhe dëshiron të dish çfarë surprizash të pret viti 2026, qëndro me mua deri në fund, le ta nisim këtë udhëtim astrologjik së bashku. Dashi 2026. Dashuri 2026 është vit sqarimesh dhe vendimesh. Çiftet kalojnë një provë të fortë, por ata që rezistojnë bëhen më të fortë. Beqarët njohin një person shumë energjik në pranverë. Punë, karrierë, rritje graduale, përgjegjësi të reja, por edhe lodhje. Mos u nxito në vendime në qershor, korrik. Para, stabile, rritje nga tetori. Kujdes shpenzimet impulsive. Shëndet, energji e mirë, por stres nervor dhe pagjumësi her pas here. Fat, përputhshmëria, luani, shigjetari, binjak të muajt me fat, prill, korrik, nëntërnumrat me fat, 1, 9, 18. Rituali për dashin, të martën ndiz një qiri të kuq, shkruaj një dëshirë dhe thuaj me zë të lartë, unë veproj me guxim dhe fati më ndjek. Demi 2026. Dashuri, vit shumë i qëndrueshëm. Çiftet planifikojnë martesë, shtëpi ose fëmijë. Beqarët gjejnë dashuri serioze në verë. Punë, karrierë, një nga vitet më të mira. Sukses në biznese, prona dhe investime. Para, shumë të favorshme. Mundësi pasurimi. Shëndet, i mirë, por kujdes me ushqimin dhe peshën. Fat, përputhshmëria, virgjëresha, bricjapi, gaforja muajt me fat, maj, gusht, dhjetërnumrat me fat, 6, 15, 24. Rituali për demin, vendos 3 monedha në një vazo me lule të gjalla për bollëk dhe stabilitet financiar. Binjakët 2026. Dashuri, vit flirtimi dhe komunikimi. Disa lidhje nuk zgjasin, por sjellin mësime. Punë, karrierë, ide të shkëlqyera, sukses në media, tregti, teknologji. Para, të mira, por të paqëndrueshme nëse nuk menaxhohen. Shëndet, kujdes lodhjen mendore dhe nervat. Fat, përputhshmëria, peshorja, ujori, dashimuajt me fat, shkurt, qershor, tetërnumrat me fat, 3, 11, 21. Rituali për binjakët, shkruaj 3 qëllime në letër të bardhë dhe mbaj në portofol për qartësi mendore. Gaforja 2026. Dashuri, dashuri e thellë, emocionale. Mundësi për lidhje shpirtërore shumë të forta. Punë, karrierë, rritje e sigurt, mbështetje nga familja. Para, përmirësim i madh nga shtatori. Shëndet, kujdes emocional dhe gjumë i rregull. Fat, përputhshmëria, peshit, demi, akrepi muajt me fat, mars, shtator, dhjetërnumrat me fat, 2, 7, 20. Rituali për gaforen, vendos një gotë ujë pranë shtratit për 7 net dhe ndëroje çdo mëngjes për pastrim energjie. Luani 2026. Dashuri, vit pasioni dhe romancash të forta. Shumë luan martohen. Punë, karrierë, shkëlqim maksimal, famë dhe sukses publik. Para, fitime të mëdha dhe stabilitet. Shëndet, energji e lartë. Fat, përputhshmëria, dashi, shigjetari, peshorja muajt me fat, janar, korrik, nëntërnumrat me fat, 5, 19, 28. Rituali për luanin, vendos një qiri të ardhë të dielën dhe falendero veten për sukseset. Virgjëresha 2026. Dashuri, stabilitet dhe sinqeritet, por shmang kritikën e tepruar. Punë, karrierë, vit shumë produktiv, arritje profesionale. Para, kursime dhe stabilitet. Shëndet, kujdes stomakun dhe stresin. Fat, përputhshmëria, demi, bricjapi, peshorja muajt me fat, prill, shtator, dhjetërnumrat me fat, 4, 14, 22. Rituali për virgjëreshën, pastro shtëpinë me krip deti për harmoni dhe qartësi. Peshorja 2026. Dashuri, romancë, harmoni dhe ribashkime. Punë, karrierë, bashkëpunime të suksesshme. Para, rritje e qëndrueshme. Shëndet, balancë e mirë. Fat, përputhshmëria, binjakët, luani, ujori muajt me fat, mars, qershor, tetërnumrat me fat, 6, 12, 30.
Rituali për peshoren, vendos një trëndafil roz në shtëpi për harmoni në dashuri. Akrepi, 2026. Dashuri, intensitet maksimal, lidhje karmike. Punë karrierë, transformim i madh dhe sukses. Para, rritje e fortë. Shëndet, energji e fuqishme. Fat, përputhshmëria, gaforja, peshqit, bricja pimuajt me fat, shkurt, korrik, nëntërnumrat me fat, 8, 13, 27. Rituali për akrepin, shkruaj frikën në letër dhe digje për transformim. Shigjetari, 2026. Dashuri, aventura, udhëtime dhe njohje të reja. Punë karrierë, zgjerim profesional dhe sukses. Para, të mira, por kërkojnë kontroll. Shëndet, kujdes nyjet. Fat, përputhshmëria, dashi, luani, ujërimuajt me fat, janar, maj, shtatërnumrat me fat, 3, 9, 23. Rituali për shigjetarin, vendos një hartë ose simbol udhëtimi për fat dhe zgjerim. Bricjapi, 2026. Dashuri, vendime serioze dhe stabilitet i fortë. Punë karrierë, viti më i suksesshëm i dekadës. Para, shumë të favorshme. Shëndet, kujdes lodhjen. Fat, përputhshmëria, demi, virgjëresha, akrepi muajt me fat, shkurt, qershor, nëntërnumrat me fat, 4, 10, 26. Rituali për bricjapin, vendos një gurmali ose oniks për forcë dhe qëndrueshmëri. Ujori, 2026. Dashuri, surpriza dhe ndryshime. Punë karrierë, inovacion dhe ide të reja. Para, rritje pas gushtit. Shëndet, kujdes nervat. Fat, përputhshmëria, binjakët, peshorja, shigjetari muajt me fat, maj, gusht, dhjetërnumrat me fat, 7, 17, 29. Rituali për ujorin, vendos një qiri blu për qartësi mendore dhe ide të reja. Peshqit, 2026. Dashuri, dashuri e thellë, shpirtërore dhe karmike. Punë karrierë, sukses kreativ dhe vlerësim. Para, të qëndrueshme. Shëndet, qetësi mendore. Fat, përputhshmëria, gaforja, akrepi, demi muajt me fat, mars, korrik, tetërnumrat me fat, 2, 16, 25. Rituali për peshqit, natën e hënës së plot, vendos një gotë ujë me monedhë për bollët. Këto ishin parashikimet për vitin 2026 për të gjitha shenjat e zodiakut. Shpresoj që ky horoskop të ketë dhënë qartësi, shpresë dhe energji pozitive për rrugën përpara. Nëse të pëlqeu videoja, mos haro të bësh like, të abonohesh në kanal dhe të aktivizosh zilën e njoftimeve, që të mos humbasësh asnjë horoskop ditor. Javor apo mujor, shkruaj në komente shenjën tënde dhe më thuaj si e ndjeve energjinë e vitit 2026. Faleminderit nga zemra për mbështetjen tuaj, ju uroj fat, dashuri dhe dritë në çdo hap. Shihemi në videon tjetër.